Tregu i fruta perimeve që ndodhet në zonën e Çoles vijon të funksionojë në kushte teje të vështira dhe shqetësuese, si për tregtarët, ashtu edhe për qytetarët që furnizojnë çdo ditë aty. Shitësit denoncojnë se ambientet ku ushtrojnë aktivitetin e tyre janë tërësisht të papërshtatshme dhe jashtë çdo standardi minimal. Sipas tregtarëve, vendet e punës janë të improvizuara me llamarina të vjetra, të cilat kanë marrë ndryshk dhe përbëjnë rrezik si për shëndetin, ashtu edhe për sigurinë. Mungesa e kushteve bën të vështirë ruajtjen dhe tregtimin e produkteve ushqimore, duke cënuar dhe cilësinë e tyre. Një tjetër problem madhor është fakti që tregu është i hapur dhe nuk ka çati mbrojtëse. Me afrimin e stinës së dimrit, tregtarët shprehen të shqetësuar se do të detyrohen të shesin mes shiut, erës dhe temperaturave të ulta, gjë që e bën pothuajse të pamundur vijimi normal të punës. Unë po them, po bëjmë 15 vjet këtu, gazetarët vinë nga 10 deri në 10. Ndryshime nuk shikojmë. Këtu mendoj se shkë febra nuk ka bajnë bëjmë ujtë. Çfarë prisni pastaj? Sa u shpenzojmë në punën tuaj zakonisht? Si sa shpenzojmë? Gjatë ditës. Gjatë ditës. Që shpenzojmë këtu? Ne shpenzojmë 3.000 lekë. 4.000 lekë na jemi minus që mëngjes. Ne nga ato bëjmë gjiro 10.000 lekë, 7.000 lekë. Ja. Kur është dimër, si ja bësh? Kur është dimër? Shikojnë që kemë bërë me rroba vetë. Qa ndodhët një me të malli hedh poshtë, del jashtë përdorimit. Një me mi vetë, njerës nuk ka. Kush vjen këtu në këtë katastrofë? Ne na është bërë si fiksim që vim dalim, pa jo se ka në një madet madhe që fitojmë në një gjë ose ikim pa bërë dhe gëzuar. Bajmë kokën shtrem, as me mëngjes njëri tjetrit nuk i themi ku nuk shesim. Ja, qa do të shme për këtë? Ska, ajo që... Çfarë ndryshime shpërfoni aktualisht në gjendjen e punës tuaj? Ndryshim neve. Ambiente, ja. Shi e shkruaj. Edhe andej nga Somalit na kemi parë ne në televizor se për vajdu s'kemi arritu që të vem andej. Është më mirë andej se sa këtu. Është më mirë andej se sa këtu. Këtu s'ke ku mbrohesh. Shiko tavolinën. Qa do vi tregtari, qa do shesi aty. Urdhroj, ja, ka dhe ndrasa u. Që tashu. Vi nga e keqes, tash aq pension marrë dhe s'm dilet. Ja, i shikoni vetë. 100 herë kemi bërë pyetje. Cila është vështirësia më e madhe që hasni aktualisht në punën tuaj? Ja, shikoj ti. Çfarë vështirësie do ti? Të gjitha. As të mbledhim më këto raqete, as një me nder banja, as një pikë ujë lajmdorte. Të gjitha janë. Çfarë ndryshime shkërkoni aktualisht? Ndryshime të... Po, vendin e punës këtu, se parat i pagojmë neve këtu të vendit, po çfarë pagojmë pa? Edhe kushtet. A kështu rri nuk jetohet, vetëm në halli ku të vemi. Ja, shko, si kam marrë pursatun, se kam frikë do filloj shiu, edhe, pa leku lagin ato shirat që ranë, jo dha poshtë kazan të gjitha. Shiu, bora, aftomat të gjitha, unë nuk e di, shko se e kam bërë. Është dhe tut njerë me këto këtu. Një tavolin mezit, një tavolin këtu. Të bëqa me ti, për një lamarin. Apo e kam gabim nëna. Se për vota kemi votuar, vup, edhe ka nado 500 veta këtu, as një gjë. Nuk është shendet, apo jo më trejme. Ja, kaj, ari këtu, më këtonë zotin një lamarin të më mbirë në kokë. Kusë më përgjesi, as një. Është gjendje vështirë, apo jo. Për ditë ata janë të ekspozuar ndaj kushteve atmosferike, kur bie shi, mallrat lagen, ndërsa era urëzon tezgat, dhe në dimër situata bëhet edhe më e rëndë. Përveç kësaj, në treg mungojnë totalisht banjat publike, një problem serioz si për tregtarët që qëndrojnë aty gjatë gjithë ditës, ashtu edhe për qytetarët. Ata kërkojnë që autoritetet vendore të marrin masa konkrete për ndërtimin e tualeteve dhe përmirësimin e infrastrukturës. Tregtarët bëjnë thirrje Bashkisë së Vlorës dhe institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më parë, duke investuar në rikonstruksionin e tregut, ndërtimin e një çatie mbrojtëse, kushte higjieno-sanitare dhe ambiente dinjitoze pune. Sipas tyre, përmirësimi i kushteve në tregun e Çoles nuk është vetëm një domosdoshmëri për tregtarët, por edhe një shërbim i nevojshëm për qytetarët e Vlorës që furnizojnë çdo ditë me produkte bazë ushqimore.